Ju ftojmë në bisedën tonë 360 gradë. Politika amerikane për të drejtat e njeriut. Lufta thelbësore për dinjitet ka qenë gjithmonë një forcë shtytëse në historinë njerëzore kudo në botë. Megjithatë, sipas një raporti të ri të Departamentit të Shtetit, janë të shumtë njerëzit në mjaft vende të botës që vuajnë abuzime të skajshme nga grupe terroriste ose përballen me kufizime të lirive dhe të drejtave nga ana e qeverive të tyre. Disa vende në Ballkan vuajnë nga probleme të keqtrajtimit dhe diskriminimit ndaj pakicave etnike dhe fetare, të dhunës në familje dhe diskriminimit ndaj grave, të trafikimit për seks dhe punës së detyruar. Liria e shtypit dhe pavarësia e mediave janë gjithashtu shqetësime të mëdha në rajon. Friksimet dhe kërcënimet kundër gazetarëve të pavarur, si dhe mungesa e transparencës në pronësinë e mediave, vazhdojnë të jenë sfida për konsolidimin demokratik të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Por problemi më i madh i të drejtave të njeriut në vendet e Ballkanit vazhdon të jetë korrupsioni i përhapur, ku përfshihen shpërdorimi i funksionit zyrtar, friksimi i udhëheqësve të opozitës, korrupsioni në polici dhe drejtësi dhe pandëshkueshmëria. Korrupsioni është një kërcënim për shoqërinë në përgjithësi, jo vetëm për të keqen që përfaqëson në kuptimin e vlerave dhe parimeve me të cilat njerëzit shpresojnë të organizojnë jetën, por edhe për shkak të cinizmit që ushqen. Dhe kjo nuk është gjë e vogël, sepse kur humbet besimi te qeveria, dalin forca të tjera më të dëmshme që përpiqen të mbushin boshllëkun. Jepni mendimin tuaj ose tregoni historinë tuaj të drejtave të njeriut duke përdorur #USPolicy360.